nuk pajtona me juve analizën që pja bëndi Albolena Haxhiu. Albolena Haxhiu, në sjelljen e vetë politike, na e njohim edhe personalisht, sjelljen e vetë politike, Albolena Haxhiu ka dhënë shaja që ajo nuk është e përshtatshme për me e lënë në kryet institucionit. Qëre për shembull që ka vepruar në Ministrinë e Drejtësisë. Unë mendoj që procesi i vettingut e ka marrë formën që i ka marrë, edhe për shkak të sjelljes së Albolena Haxhiu, edhe për shkak të gjuhës së saj, e cila ka kriju përshtypje te partnerët tonë ndërkombëtar që vettingu është më shumë hakmarrje se sa drejtësi. E ka kriju përshtypje, nështë s'ka qenë ky qëllimi fare, nështë s'ka qenë kjo ideja fare. Po e ka kriju qëtë përshtypje dhe Bashkimi Evropian ka qenë shumë skeptik për të qasje në procesin e vettingut dhe reformën e drejtësisë në përgjithësi. Pra prandaj kur po thotë opozita nuk duam gjuhë konfliktuoze, nuk e kam vetëm për veti. Duhet me kuptuar çto, nuk e kam vetëm për veti. E kanë edhe për shkak të dinjitetit dhe seriozitetit që ka postit të cilin duhet me mbajt veçanërisht në situatën në cilën jemi. Tash kryetari i kuvendit nuk ka më rëndësishëm se kryeministri e se presidenti, mos më keq kuptoj, natyrisht që jo. Mirë, po kreti i parëndësishëm nuk është. Prandaj opozita për mendimin tim, partitë opozitare që kanë qenë të regjia opozitare, të rast më shumë të PDK-ja edhe tjerat, e kanë me drejt kur thonë që Albolena Haxhiu nuk bën. Për shembull, hajde që bëjmë Glauku Konjusën, që e tha Ylli. Ai pse ka i pranueshëm? Pse është Glauku i pranueshëm? Se Glauku si kryetar kuvendi megjithatë nuk është sill si aktivist i vetvendos, po sill si kryetar kuvendi. Kjo ka rëndësi. Unë nuk e kam përshtypjen që Albolena Haxhiu të sillej njëjtë. Unë se kam përshtypjen as për tjerë disa deputet të vetvendosit do sillesh njëjtë. Për shkak të dimensionit të lojalitetit edhe lidhshmërisë që e kanë me partinë dhe politika partijake. Ndërkohë që zoti Konjufta, në pozitën si kryetari i kuvendit është sill në mënyrë autonome edhe ka shi kryeministit në momente caktuara. Po edhe ka shi Albin Kurti edhe kur ai ka dashur që m'ia dhon fjalën veç atij ta zon kuvend. Ajo kujtohet një. Publikisht ajo kujtohet një për seancë ka thonë mos më kallëzo që është me ullhet seancën. Unë kur jam kon deputet na kena pas një situatë tillë mandatin tim parë, kena pas Jakub Krasniqin kryetar. U gëzeshim me grupi jon parlamentar si fëmijë kur Jakub Krasniqi thej kashim thoshit mos u përziti seancën unë e drejtoj jo ti. U gëzeshim si fëmija, se na u doke që na dhani fare hapësire. Këto janë të rëndësishme, mos i bëni të parëndësishme. Prandaj insistimi Albin Kurtit ja që kjo ja heq, për mua është gabim fatal. Përkundrazi, i bora mendoj që duhet me kompromisi i Glaukut ose e Sarandës. Unë nuk mendoj që kritika ose mos pajtimi i partive, LDK, PDK, AK, karshi Albolena Haxhiut nuk është i arsyeshëm, është i arsyeshëm. Bile këta shumë mirë po thonë, që ku i kishit të emna që për neve janë pranueshëm. Që bën e Glaukut, që bën e Sarandën. Edhe ka përvojë. Edhe ka përvojën, edhe ka. Unë tash se di që shkon ajo sekretare e kuvendit, nuk po du me hija. Ne u mendoj që për me Glauku ka sekretari mirë i kuvendit. Para sa lejon vetëvendosja, do të më pranuar që ajo parti është pak është mes sektës edhe partisë, po para sa lejon vetëvendosja, ky e ka lujë atë rol. Pse mos më vazhdu me tjetrin? Domethënë për një çështje unë te. Po. Edhe po, e tash. Në çet situatë ylli duhet me pas parasysh edhe gjë. Ka qenë shumë e rëndësishme kush është kryeministri i Kosovës. Për proceset ndërkombëtare po flas. Ju e keni pa edhe deklaratën e fundit të Bashkimit Evropian kundër qeverisë ose veprimeve të qeverisë Kurti. Ju e pa edhe çfarë tha ky kryetari i Këshillit Evropian, Costa. Domethënë nuk ka mundësi me folë sot për heqjen e sanksioneve ndaj Kosovës edhe për një arsye, sepse Kosova jo që po jep shaja që ka me i pranu ato kritere dhe kushte që janë vendosur GBA, po përkundrazi po vepron kundër tyre me vetdije. Dhe nuk kam nau hiq sanksione çështë. Mos harrojmë. Sepse tek e fundit qëre, mos antarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian nuk e lën Bashkimin Evropian keq. Veç neve na la keq. Këtu